Mbrëm rreth orës 19:50 në stacionin policor në Gallat, personi MM 42 vjeç nga fshati Vrapçisht ka raportuar se djalit të tij të mitur rreth orës 17:30 derisa ishte me fëmijët e tjerë në rrugën e fshatit afër shtëpisë së tyre, i është afruar fqinji IS 50 vjeç dhe e ka sulmuar fizikisht, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Mbrëm rreth orës 20:45 në rrugën 174 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar personin HK 47 vjeç nga fshati Reqicë e Vogël e Tetovës. Gjatë kontrollit i është gjetur dhe konfiskuar një thik. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet para shtresë përkatëse nga neni 80 i ligjit për armët. Mbrëm rreth orës 21:40, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin NT 38 vjeç nga Tetova, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm nga SB 44 vjeç nga Tetova, se në hyrje të shkollës fillore e ka kapur djalin e tij të mitur dhe e ka futur në supermarketin e afërt, e ka sulmuar fizikisht dhe e ka kanosur me armë. NT po mbahet në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje nga ora 14 deri në orën 22, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov dhe stacioni policor i sigurisë rrugore në Tetov, në bulevardin Iliria në Tetov, në orën 17:35, gjatë kontrollit të automjeteve të pasagjerëve Volkswagen, drejtuar nga KS nga Tetova 56 vjeç dhe Passat i drejtuar nga FK 48 vjeç nga Tetova, është konstatuar se pa licencë kryejnë transport publik të udhëtarëve. Pas dokumentimit të rasteve do të përgatiten para shtresa përkatëse sipas nenit 284A të kodit penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kryeria e transportit publik pa licencë.